Këtë të premtë në drejtësia në Kosovë dishti hulumtimin për tjetërsimin e pronave shoqërore në Rahovec. A kishte të drejtë gjykata komunale në Rahovec të gjykonte çështje rreth pronësisë së pronave shoqërore? Menaxhmenti i ndërmarrjes është përgjegjës për operimet e ndërmarrjes shoqërore. Sa ari tokë fituan pronar të ri me vendimin e gjykatësit Rasim Behluli? Në ka pa detaj pronari, kemi shku. Na juris nuk kemi pas në të kohë kooperativa. A e dinte gjykatësi Behluli që ligji ja ndalon të gjykoj rastet e pronave shoqërore? Rastit e cilin unë e kam gjykuar ka qenë nën kompetencat të gjykatave të rregullta, në këtë rast në gjykatën komunale të Rahovecit. Me çfarë arsyetimi Lënda nuk u dërgua kurrë në dhomën e veçantë të gjykatës supreme? Dhe në fund, dishti rubrikën Policia, drejtësia në Kosovë, zë të premtë nga ora 20:20 dhe repriza të mërkurën në mesditë.